Mes shkëmbinjve të luginës së lumit Shkumbin, ngrihet madhështore ura e Bushtricës, një nga veprat më të rëndësishme inxhinierike të ndërtuara në Shqipëri gjatë viteve të industrializimit. E përfunduar në vitin 1973 si pjesë e linjës hekurudhore Elbasan-Prenjas, ajo vazhdon të mbetet edhe sot një simbol i aftësive ndërtuese të inxhinierëve shqiptar. Me një gjatësi prej rreth 255 metrash dhe një lartësi afro 50 metra mbi shtratin e lumit, ura imponon respekt që në shikim të parë. Strukturat e saj prej betoni shtrihen mes relievit të thyer malor, duke krijuar një peizazh unik ku natyra dhe inxhinieria bashkëtojnë në harmoni. Për dekada me radhë, mbi këtë urë kalonin trenat që lidhin zonat lindore me pjesën qendrore të vendit. Zhurma e lokomotivave dhe lëvizja e vagonëve ishin pjesë e përditshmërisë së banorëve të zonës, duke e kthyer urën në një simbol të zhvillimit dhe komunikimit të asaj kohe. Pas viteve 90 me rënien e transportit hekurudhor, edhe ura e Bushtricës mbeti në heshtje. Sot mbi të nuk dëgjohet më zhurma e trenave, por ajo vazhdon të qëndrojë krenare mbi luginë si një dëshmi e gjallë e historisë së transportit shqiptar. Çdo drejtues mjeti që kalon përgjatë aksit rrugor pranë saj nuk mund të mos ndalë vështrimin drejt kësaj vepre monumentale, e cila duket sikur prek qiellin. Akrepat e kohës kanë ndalur mbi të lëvizjen e dikurshme, por nuk kanë mundur të zbejnë vlerën dhe rëndësinë që ajo mbart. Ura e Bushtricës mbetet një monument i heshtur i një epoke që la gjurmë në historinë e vendit. Ajo ruan ende kujtimet e brezave që udhëtuan me tren, nostalgjinë e një kohe të shkuar dhe krenarin për një vepër që edhe pas më shumë se 5 dekadash vazhdon të sfidoj kohën. Kamera e televizionit Apollon sjell pamje nga ura e Bushtricës, një prej veprave më mbreslënse të inxhinierisë shqiptare, mes madhështisë së saj dhe peizazhit spektakolar të luginës së Shkumbinit. Kjo urë vazhdon të tregojë historinë e një Shqipërie që ndërtonte për të ardhmen, ndërsa sot mbetet një simbol i kujtesës dhe të trashëgimit son industriale.